Rikut për këtë ditë, ndjeke materialin në VM. Dita ndërkombëtare e lumturisë është një ngjarje globale që festohet çdo vit më 20 mars për të promovuar rëndësinë e lumturisë dhe mirëqenies si qëllime thelbësore për njerëzit në mbar. Kjo ditë u shpall zyrtarisht nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në vitin 2012. Duke njohur rolin e lumturisë në zhvillimin global dhe rëndësinë e një qasjeje më të balancuar ndaj rritjes ekonomike që përfshin përmirësimin e cilësisë së jetës për të gjithë njerëzit. Ideja e shpalljes së kësaj erdhi nga një filozofi e quajtur lumturia kombëtare bruto, Gross National Happiness (GNH), ndryshe edhe si sistem matjeje që u prezantua nga mbreti i katërt i Butanit në vitin 1972. Ideja e tij ishte që zhvillimi i një vendi nuk duhet të matet vetëm me rritjen ekonomike, por edhe me mirëqenien dhe lumturinë e qytetarëve. Butani është një shtet i vogël në Azinë Jugore, i vendosur midis Kinës në veri dhe Indisë në jug, perëndim dhe është një vend malor, pjesë e rajonit të Himalajeve dhe ka një sipërfaqe prej rreth 38.394 km², duke e bërë një nga vendet më të vogla në botë. Kryeqyteti i Butanit është Thimphu dhe vendi ka një popullsi prej rreth 800.000 banorësh. Butani është i njohur për peizazhet e tij mahnitëse, kulturën unike budiste dhe politikën e tij të bazuar në lumturinë kombëtare bruto. Në vend që të fokusohet vetëm te rritja e prodhimit, të ardhurat dhe ekonomia, GNH synon të krijojë një shoqëri të ekuilibruar, ku përparimi ekonomik shkon paralelisht me mirëqenien shpirtërore, sociale dhe mjedisore. OKB-ja miratoi rezolutën më 28 qershor 2012 dhe që nga 2013 dita ndërkombëtare e lumturisë festohet çdo vit në mbar botën. Në shumicën e vendeve të botës, zhvillimi matet kryesisht me GDP, prodhimi i brendshëm bruto, i cili tregon sa para fiton një ekonomi. Megjithatë, ajo nuk mat nëse njerëzit janë të lumtur, të shëndetshëm ose nëse jetojnë në një mjedis të pastër. Butani është i pari dhe i vetmi vend që ka vendosur lumturinë si qëllim kombëtar dhe politik shtetërore. Koncepti i GNH ka frymëzuar shumë vende dhe organizata ndërkombëtare, duke përfshirë OKB-n, që tani promovon lumturinë dhe mirëqenien si indikator të rëndësishëm të zhvillimit global. Modeli i lumturisë kombëtare bruto na mëson se zhvillimi i vërtet nuk duhet të matet vetëm me ekonomi dhe para, por edhe me cilësinë e jetës, shëndetin, ambientin dhe marrëdhënie sociale. Butani na jep një shembull se si një vend i vogël mund të ketë një qasje më humane dhe të ekuilibruar ndaj zhvillimit. Dhe ky koncept frymëzoi edhe krijimin e ditës ndërkombëtare të lumturisë nga OKB-ja, që tani festohet çdo vit më 20 mars për të promovuar rëndësinë e lumturisë në të gjithë globin. OKB-ja dhe psikologët social theksojnë se lumturia nuk është thjesht një ndjenjë personale, por një faktor i rëndësishëm për stabilitetin shoqëror, produktivitetin ekonomik dhe cilësinë e përgjithshme të jetës. Studimet kanë treguar se njerëzit më të lumtur kanë marrëdhënie më të mira, janë më produktiv në punë dhe kanë një shëndet më të mirë. Shkalla e lumturisë në një shoqëri ndikon drejt për drejt në nivelin e krimit, stresit dhe konflikteve sociale. Një ekonomi që fokusohet vetëm në rritjen materiale, pa marrë parasysh mirëqenien e qytetarëve, nuk është e qëndrueshme afatgjatë. Raporti i lumturisë botërore, World Happiness Report, publikohet çdo vit nga OKB, duke renditur vendet sipas nivelit të lumturisë bazuar në faktorë si të ardhurat, mbështetja sociale, jetëgjatësia, liria për të bërë zgjedhje, bujaria dhe mungesa e korrupsionit. Në vitet e fundit, vendet nordike si Finlanda, Danimarka, Islanda dhe Suedia zakonisht renditen në krye, ndërsa vendet që përballen me kriza të mëdha shpesh renditen më poshtë. Kjo ditë shënohet me aktivitete të ndryshme globale dhe lokale, duke përfshirë fushata ndërgjegjësuese, iniciativa në shkolla, evente kulturore dhe artistike,
këshilla dhe nisma për mirëqenie personale si promovimi i meditimet, ushtrime fizike e të tjera. Ekspertët e psikologjisë sugjerojnë disa mënyra për të rritur lumturinë në jetën e përditshme. Mirënjohja, shprehja e falënderimeve çdo ditë për gjërat e vogla rrit ndjeshëm ndjenjen e lumturisë. Ndihma për të tjerët, aktet e bujarisë dhe ndihmës për njerëzit rrisin ndjenjen e përmbushjes dhe kënaqësisë. Marrëdhëniet e forta sociale, kalimi i kohës me familjen dhe miqt është një faktor kyç për një jetë të lumtur. Ushtrimi fizik, aktivitetet si ecja, yoga ose sporti përmirësojnë jo vetëm shëndetin fizik, por edhe atë mendor. Përqendrimi në të tashmen, meditimi dhe vëmendja e vetëdijshme ndihmojnë në reduktimin e stresit dhe rritjen e kënaqësisë me jetën. Optimizmi dhe qëllimet personale, vendosja e objektivave të arritshme dhe një qëndrim pozitiv ndaj jetës ndikojnë në një gjendje më të mirë emocionale.